kur jemi tek dashuria, e cila dashuri me pas rezulton edhe në martesën mes një çifti, mes një mashkull dhe një femne, dashuria duhet të jetë çdo herë reciproke, duhet të jetë e dy anshme, nëse ajo dashuri dëshirojmë që të jetë dashuri stabile, të jetë dashuri e përjetshme dhe të jetë dashuri e frytshme. Në të kundërtën, nëse dashuria nuk është reciproke, nëse brenda një çifti bashkëshortor, të dy bashkëshortet nuk rezultojnë dhe nuk prodhojnë dashuri reciproke për njëri tjetrin, atëherë ajo lidhje bashkëshortore mund të ketë kriza, mund të zbehet, por edhe mund të dështojë. Kur jemi tek dashuria, e cila lind në mes të dy personave, në mes një mashkull dhe një femne, ne gjithmonë që t'jem i qartë, që të mos keq kuptohem, ne po flasim për dashuri legjitime, një dashuri që respektohen dispozitat dhe rregullat e fesë tonë, kur një mashkull i moshritur, i vetëdijshëm, me vullnetin dhe dëshirën e tij i bën ofertë një femraje të moshritur, dhe ajo me vullnetin dhe dëshirën e saj e pranon ofertën, dhe plus kësaj, përpos që ekziston vullneti dhe bindja e lirë nga mashkulli dhe nga femra, femrës i nevojitet domosdoshmërisht edhe pëlqimi dhe bekimi i kujdestarit të saj, prindve të saj, familjes së saj, që kjo martesë të jetë e bekuar dhe rregullat tjera të cilat i parashohin dispozitat dhe rregullat fetare, që tani nuk është momenti këtu ne të lëshohemi dhe t'i shpjegojmë ato rregulla. Mirë po, ajo çfarë dua të them, kur jemi tek dashuria mes burrit dhe gruas, ajo duhet të jetë dashuri reciproke, dashuri e dy anshme, nëse ai burr dhe gru, nëse ai çift bashkëshortor dëshirojnë që ajo lidhje e tyre bashkëshortore, ajo martesë e tyre të jetë afatgjate, të jetë e lumtur, të jetë për plot dashuri, të jetë e bekuar dhe e frytshme. Në të kundërtën, atëherë do të kemi probleme dhe kriza në jetën bashkëshortore, kur njëri prej bashkëshortëve nuk rezulton me dashuri të sinqertë.